Kabllot e energjisë elektrike të varura si rrjeta me rimangash në zona të ndryshme të qytetit përbëjnë një problem dhe shqetësim më vete. Një situatë të jetë problematike paraqitet ajo në lagjen Pavarësia në Vlorë, në zonën pranë ish palestrës së Mundjes. Banorët kanë mbi kokë çdo ditë rrezikun, ndërsa situata bëhet më shumë shqetësuese, sidomos për fëmijët, por edhe të moshuarit. Banorët kërkojnë të merren masa të menjëhershme me qëllim izolimin e këtyre kabllove të energjisë elektrike që janë çdo ditë në kokat e tyre. Përshëndetje. Situata nuk paraqitet e mirë dhe për mua është e pafalshme dhe pa lejueshme një situatë e tillë. Nuk është vetëm këtu, po shikoni edhe shtyllat më ata. Për këtë unë disa herë kam folur me njerëz që banojnë këtu dhe kërkohet një ndërhyrje sa më emergjente, një erë fort. Një ciklon apo një stuhi krijon probleme të mëdha për ne qytetarët, moshatarë në radhë të parë. Dhe paraqet rrezik apo jo? Po jo vetëm që paraqet rrezik, po një fëmijë i vogël kaloi aty, urrëzua e kapi korrentin, ose një moshatar me bastun, çfarë bëhet? E para, ju falenderoj juve si televizor që zbritni në jetën reale të qytetit. Situata nuk është gjë e mirë. Të rrezikshme, ta merrmenja të rrezikshme, po që se janë me korrent. Por sipas banorëve ka patur edhe raste që këto kablo kanë marrë flak. Po merru me këta, çfarë do pyesni këta burrat, ato vërtet janë, i kanë erdhur, i kanë mbyllur, i kanë lidhur, po gjithmonë marrin flak. Po, shumë. Ju keni shumë afër këtu. Shumë. Janë bërë ankesë? Kanë erdhur, i kanë lidhur ata, po ankesa është bërë gjithmonë ku kanë marrë flak. Pra kanë marrë flak? Po, i lidhen tani nuk e i pajme. Se ka patur që marrë flak rast? Po tani jo. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike duhet të ndryhy për të zgjidhur këtë problematik, ndërsa edhe pse ka patur disa ankesa nga banorët, ato deri më tani nuk janë marrë parasysh.